çka mboni përshtypje ke në ranglistën botërore të kategorisë karatesëve të ri, ishe i dytë në botë. Po, kadet plus 70. Qëshja ke dalë? E kom fitu në Liga Botës në Meksik edhe se di që ishme thonë Oceana e kom fitu Oceania dytë. Po, jëm ardhë dytë edhe me qatë poenta jëm dalë vene dytë në botës. A ka qenë e vështirë? Was it hard? Po, Meksika kom pas lufte me matë mirë në botës, Itali, Meksik, Peru, edhe u konë shtirë, edhe ushtrime shumë për ditë, po. Për pas kësaj, te ke fitu edhe titullin e kampionit në Australi, atje edhe ku jeton edhe ku ke lindë. Po, të dyhet e kom fitu. Sa ke pas të shtirë me arrit deri te titulli kampionit? Po që ata njën konë edhe ata shtirë, se Australiat, ata që është same age moshatarët e tu. Po, janë mirë. Janë të rritë, jetë më bo shumë mirë, edhe kategorijet jam janë në Australi janë bo shumë mirë, edhe ata nuk konë hard me fitu.